shëndetim bashkë. Mbrëm në darkë, po prisja Levatricën që të bënë çerçafët. Jashtë ishte shëndritim me Mateon dhe ne fillojmë një debat për çështje loje. Me të mbaruar, Mateo futet te dhoma rrëfimit, shëndriti 30 krevat. Edhe flim gjumë. Të gjithë e zuri gjumit, del Mateo mbas shumë kohësh nga dhoma rrëfimit, futet te dhoma dhe zgjon Brikenin, thotë Brikena çoll se e vesh me tuta, edhe duhet ndrosh bizhamet. Dhe aty gjeti momentin të tregonte të gjithë debatin që ndodhi. Pastaj mua më ka zënë gjumi, por unë mendoj që ky krucove pushon ashtrus, ke akuzë drejt Mateo, që po mund të shpëtojë Mateo. Vetëm u përgjigj. Pritet marrë. Pritet marrë. Brikena. A ka marrë shumë Brikena për Unë e di shumë mirë. Jeti që je zgjuar ka dalë nga dhoma. Allah i qoftë Po gjiro deri nga lep, ke dal prapë. Të gjitha. Ti pse ke Abdel? Po vaj, jena Deri me dal, sa o ninja. A mund të flasin se kanë Po çifat. Unë më gaçë. Çive ju Elen. O Roger, po ani ti kokë, burr s'po diskutojmë se, çapo mbrohesh. Po mos thoni se e mund pra. Po ti e. Vesh ta kontinuen. Që shpjegoj situatë. Niko. Tash, mram, unë kështu flejtë, Mateo, mi Po moment... ti çdo e zgjudi gotë. Po pjastra. Ku ke pjastrën e flokëve? Pjastrën e flokëve ku e keti? Pjastrën. Çka ka qenë sot pjesë? Pjastrën e flokëve ku e keti? Ta dëgjojmë se Pjastrën. S'është debat me këtu, s'është debat. Mateo ka zhupli gjumit i kemi pas një diskutim me Mateon. Edhe i thash, hajde çomë pina kani çaj. Na çomë pi kani çaj edhe u çuro Gerti 2-3 herë dhe veç çirkë çishte dera. Çirkë çishte dera. Edhe në momentin që Gerti shkoja nena Mateo mu mojke qëto edhe nuk u mleke, do me thonë nuk u mleke me uqu. E unë nisha zhurma nena me Mateo, dhe Mateo tha qau bota ka këtë zhurma. Edhe jam ta dikuj na shku me flet, Mateo ma ka bo ka thonë, unë qëtash po mi me flet me herë, se ma mirë me flet me herë. Edhe Mateo ka ra me flet me herë. Rogertin ti trenon veç u stil kane, veç u stil keknej. Rogerti edhe Mateo janë ta du kam bo që zot, që nuk jam konë.